Vendosjes edhe të nismës Besa Pisha, tu e arsitu si pas ka ndodhë në legislaturat e kalume, kur Ramushës e tha që kanë qenë kryeministër edhe kanë ba, me qëtat ka pas një ligj tjetër. Ligji atëherë ka përcaktuar ndryshe. Tash kemi një ligj i cili ta përcakton kështu. Neni 26 i ligjit për qeverinë thotë qartë, edhe nëse ministrin është në detyrë, duhet t'i jap dorëheqje nëse ka marrë pozitën e deputetit një ditë para certifikimit. Dhe çka ka ndodhur? Na si kemi pa mentor të dorëheqje. Na realisht se dim përveç çka thot kryeministrit që e pa, na nuk e dim ministrat kanë thonë dorëheqje. Dhe çka është më e keqja, qeverinë e detyrë dhe merr vendime. Atëherë, çfarë vendime është më marrë? Në momentin që jep dorëheqje kryeministri konsiderohet të gjithë qeveria se më thonë e rrëzume, nuk edhe duhet me lëshu, po. Domethënë nuk mundet, një ministër mundet me dhënë dorëheqje edhe me vazhdu qeveria, por kryeministri kur jep dorëheqje automatikisht gjithë ministrat nuk mundin me mbajt më pozitën. Por edhe në legislaturët e kaluara ai mundet me tërheqje ose çu po thotë ti krejt qeveria është në dorëheqje. Po, na po flasim për raste konkrete. Po na po flasim për raste konkrete. Po në këtë rast prapë është qeveri në detyrë, nuk është qeveri e cila mundet me marrë vendime, sepse kemi pas se ata edhe po vazhdon qeveria me marrë vendime, e cila për mendimin tim kjo nuk është shumë relevante se nesër qeveria është me mundet vetëm automatikisht mi shfuqizu ato vendime dhe nuk, domethënë bëhen null, nuk kanë ndonjë efekt, por edhe në legislaturat e kaluara, në qeveritë e kaluara, ka ndodhur që mbrënat njëjtës ditë janë marrë të dy seancat, është marrë seanca konstituive dhe menjëherë është zgjedh kryesia dhe ose të njëjtën ditë ose të nesërmen është zgjedh qeveria. Vetëm një rast e kemi kur edhe mas konstituimit të kuvendit nuk është zgjedh kryetari i kuvendit dhe nuk është zgjedh qeveria dhe atëherë ka pas pastaj një vendim, një aktgjykim të gjykatës kushtetuese dhe kjo është në kohën e Vlanit. Mandej këto çështje janë sqaruar. Tani, si që thamë më herët, arsyeja nuk është procedurale teknike, sepse kjo për 5 minuta shmanget. Nëse kur ti ka vullnet, qatë dorëheqje që ata po pretendojnë se e kanë dërguar në KQZ, veç ja bashkan gjetë këti raporti dhe në rregull janë. Dhe më thonë, konsiderohet i dorëhequr dhe Besnik Bislimi, si njeri i cili nuk është deputet, zëvendës kryeministre, merr udhëheqjen e qeverisë, dhe aty ka një kallabllak zëvendës ministra, njeri për cilën mund. Jo, sepse kemi zëvendës kryeministër dhe sekretari permanent në asnjë mënyrë nuk e merr, sepse ai është person, është pozitë e staf civil, përderisa këto duhet jenë pozita politike. Por nuk ekziston vullneti. Tash, na mund të diskutojmë këtu, mund të japim qëndrimet tona, apo don... Deshta me e pyt, deshta me pyt pikrisht duke u ndërlidh edhe te ajo që e tha mentori, edhe te ti vazhdimisht, por me një ilustrim, mbase edhe një këshill të kolegët e mi gazetar, të cilët po raportojnë në kuvend çdo ditë, e kuptoj stresin, lodhjen, kushtet në cilat ata punojnë që janë mizerje, por megjithatë gazetari është gazetar dhe më habit një diçka shqipe mentor edhe afërdit. Si ka mundësi që kjo pyetje për mendimin tim do të vlente sa 1 milion deklarata të Albin Kurtit, që asnjë gazetar nuk arriti m'ja bo vetëm një pyetje ose Albin Kurtit ose Albulina Haxhiut. Me qenë se ju pas keni vullnet me bo qeverinë. Si ka mundësi që në mbledhjen e parë ka mungu një deputet i vetëvendosjes? Dimal Basha, në mbledhjen e sot me kush mungoj? Mbledhjen e sot me mendoj që Shqipe Selimi. Më fal. Por kanë mujtë me caktu seancën e ditë tjetër. Bravo, më fal. As kush nuk po fol për arsye. Po në qoftë se ti po vrapon me gjithë një deputet dhe po cakton seancë kur edhe Dimoli ka pos në arsye, edhe Dimoli ka mujtë me pos rast vdekje ose Shqipja ndoshta është në vizitë në Hagë. Nuk e di, nuk ka rëndësi. Unë mendoj që po ta kishte ky seriozisht, sikur Shqipja ta dinte që Albini e ka seriozisht,
ajo kishtë vizitën për Nagë. Jo vetëm kjo, Milaj. A? I saktuniti tjetër. Unë Po. që është diçka më e rëndësishme se konstituimi i seancës. Po është pyetja esenciale. Sakt, nëse je i gatshëm për me bo qeverinë, timingun e cakton kur është ma i përshtatshmi. Kur është ma i përshtatshmi, natën që A përthu, ka njët mujtë natën mbrëmë se thirë natën? Shambull, po. Lutem. Më thonë, këto janë arsyetime tash, gjitha janë arsyetime. Ajo që e përmendi edhe Shqipja më herët, Kurti i ka tana mundësit për me zhblloku procesin. I ka në dorë gjitha mundësit, për shkak se është partia fituese. Një dorëheqje, me dhonë një dorëheqje në bazë procedurave, se tash me bo kësi filma për publikun e për manipulimet opinionit në mujë me bo gjithë ditën, po aji është procedura, qysh jepet dorëheqja? Aji që atë punë mundet me bo edhe zhbllokohet procesi. Nuk ka këtu asë një faj nuk e kanë partit tjera. Se kanë asë detyrim. Nuk e kanë detyrim për shkak se ky e ka obligim kushtetues, si partia e parë, me 48 deputet, ky e ka obligim kushtetues me provumi i konstituu edhe kuvendin edhe qeverisë. Kur ka vullnet gjithmonë ka. Absolutisht, po edhe e ka, në dorë e ka, edhe nuk është punë këtu e mungesës të që përdijone jo vota, jo këto gjana tjera, nuk është interesum me votë qeveri. është interesum me majtë krizë. Deri nështë një moment caktum tjetër, që mundëm në që në 7 zgjedhje lokale, ka diskutime që me shku bashkë në zgjedhje lokale, për shkak se kur shkon bashkë, janë disa beneficione kur shkon të iman dy parë zgjedhjet bashkë për një subjekt politik. Se mas pari shpenzimet janë më të vogla, masa në elektoratin është ma let e kime elektoratin me bind për të dy parë zgjedhjet. Janë disa arsye. E pret tetorin, kjo kohë Kurti t'i vyn edhe për mi qarsu disa çështje tjera cilat i përmenda. E para është raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që për to është esenciale, ai nuk flitet, se nuk ka nevojë më fort. Çka ka me sqaruaj? Jo, po ka me sqaru raportin vetë me administratën e Trumpit. Pa ja e ka sqaru deri tash që 5 vjet. Ai lug e ka pos mentor edhe me Po, Biden. mirë, po tash e kemi Trumpin. Tash e kemi Trumpin i cili e ka marrë mandatin kohën kur na kemi pas fushat këtu. E ka marrë Ti po mandatin. mendon me sqaru Me sqaru pozicionin e tij. Po mendoj që nëse të kujtohet, po besoj që të kujtohet letra e Grenellit pak para zgjedhjeve. Kushdo që ka dashur me kuptu atë letër e ka kuptu fort mirë. Ka qenë shumë i qartë për votuesin edhe për partitë politike, se cili është Mirë, po mas zgjedhjeve vërtet s'kemi pas asnjë deklaratë, s'kemi pas. S'kemi pas se ti e ke pas para zgjedhjeve, ndodhi që ndodhi, tash kemi një heshtje. Mas zgjedhjeve kur fitoi mirë s'ka pas kurrë gjë. Domethënë është një farë heshtje prej administratës amerikane në Washington, është një heshtje totale. Na s'jem të e ditë çka prej Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian prap ma aktiv është presioni, ma aktiv në rritjen e Po presionit. sot kur Trumpin e kem president Shtetet e Bashkuara të Amerikës, hiç nuk është më rëndësi qëndrimi i Brukselit më. Vetë ata kanë të lashë me Trumpin. Vetë ata s'jën të e ditë pozicionin e vetë çfarë kanë me pas në raport me Shtetet e Bashkuara lemona. A ka mundësi pra që ky thashe themi nën toksor afërdita mund t'jetë i vërtet aktivizimi i ambasadës amerikane për formimin e Me të ndryshme. Unë mora vesh si dje një takim brama, asot mëngjes, nuk e di, a kem brama asot, kishë një takim i Grenellit me Trumpin. Po, Nësë është kërë takimi ambasadës, ka mundësi me qenë, tash mund këtë spekulime e këto, tash. A po takimi atje mbajt, po tash, a kam folë për këto, unë besoj që edhe kam folë, se është Grenelli e ka një farë fushët interesit këtë pjesën tonë. A lidhëm me bojmë pak mozaikun e para, përgjithësia e ambasadës amerikane shkojnë Mitrovic dhe takoj Bedri Hamzën, a? Po, ishte dje. Dje. 2. Me shumë, kam informacion shumë të sakt që personat